ligjërisht procesi i rivlerësimit nuk është efektiv, pra ka hyrë ligji në fuqi, por për shkak se ka një afat 30 ditë nga momenti i hyrjes fuqi, Ministri i Financave në bashkëpunim me ASHK do duhet të nxjerrë udhëzimin e vet të përbashkët. Pritet që të jetë deri në datën 23 shkurt, ligjërisht duhet të jetë efektiv. Ka qenë një shtyrje e procesit për shkak se Kuvendi nëse zgaboj. Deri në 23 shkurt duhet të hapet? Normalisht nëse respektohet çdo afat, maksimalisht duhet të hapet. E vërteta është që Kuvendi e miratoi si ligj në datën 12 dhjetor. Presidenti ka marrë të gjithë kohën që kishte në dispozicion për ta dekretuar, pra nuk është dekretuar më njëherë. Kjo solli një shtyrie në botimin në fletore zyrtare, çka solli edhe një shtyrie të afatit në dispozicion që ka Ministria e Financave bashkë me ASHK-n për të emetuar, për të publikuar udhëzimin e përbashkët. Pra, ligji duhet kishte hyrë në fuqi shumë herët, udhëzimet duhet kishin dalë shumë herë, por për shkak se çdo hallkë e procesit mori kohën maksimale, është shtyrë dhe kemi humbur pothuajse 2 muaj tashmë nga procesi i rivlerësimit. Çka sjell presion në treg, sepse palët janë përgatitur, kanë nënshkruar marrëveshje, janë në pritje të rivlerësimit dhe të tjetërsimit të të dy pronësisë, edhe presioni vetëm sa vjen e shtohet. Sa e madhe mund të jetë kjo kategori personash? Në dijenin ton, deri në fund të 2025-s kanë qenë 5300-5500 kontrata. Tani duhet të marrë parasysh që jemi, po themi shkurt, ka mbaruar janari, jemi ditët e parë të shkurtit, duke ditur që të paktën deri në 15 shkurt ne nuk kemi asnjë lloj sinjali që do të ketë udhëzim përbashkët, po themi deri në fund të shkurtit duhet të arrim në 6000 kontrata të bëra gati, të cilat do duhen të ekzekutohen. Çka shton presionin mbi ASHK-n, e cila do duhet të ketë super performancë në 1 muaj, 2 muaj për të pastruar të paktën këto praktika.